ka kënë mami në Austri. Që dhe me thanë kjo? Qovim që në ka pru Simoni. Des me kanë fëmija i vogë, sepse të tanë të lastojnë. Ma të mirë të planetit Tok. Harrova që s'u me qeshëm se kam ba implantin sat. Au. Okej. Gjani ku Kenar në Shkodër. Okej, ka të bëj se lumëta sepse kam kënë gati të qa për faktin që kam lanë Tiranën për 2 mujtë në vazhdim. Por gjithsesi më pëlqen shumë kjo drita këtu, dhe më thonë kontentin në Shkodër bahet perl. Se mus më kam rëmena që kam ikë me jetu në Tiranë, t'ju them drejtan, edhe e kam bë këtu krejt këtë gjanë si kur kam jetu të ankuan këtu. Edhe me i shifën një pak krahun, i këtu li të poshtë, si kur s'po mikë, më shkatraj. Që të regaj se që më kërpu Simoni. Normalisht që me konsentin teme, po ideja. Kena këtë paletën e Revolutionit që ashtu si bronzi, ku kam kënë të batë Road Glazing Highlighter, isha ta në kënë të kontrolu një si tip gjajet e tillë që me mba edhe bronze, por edhe me shnëri. Ka darë shumë mod që me kanë ftyra shumë glowy gjithkon. Unë by the way kam bari gjuranin, kja është arsye pëse kam ftyrën ka që glowy. Mora këte, që me e bë dhe ma glowy. Të është t'ju bajt disa swatches. Këto të Revolutionit e di që janë shumë të mira. Kja është tjetra. Shifni kja është kur nxjesh për shkakun shumë që dan ose si blush topper. Mandej këta dy janë bronzy shades. Shifeni? Prita mos janë pak ma bronzy, por super se nuk mbajnë lop. Rënosim. A shifni? Harrova që s'duesh me prej këtë faqen se në shkatrove. Perfect Bronzy Beach Makeup. Këto paletet e Revolutionit më pëlqejnë shumë për këtë gjë. Shifeni si e bën këtë pjesën, krejt kështu. Shumë bombastike. Në pak e highlighter. Gjaja dytë që më ka pru, është kja Banana Beauty Concealer. Kam të vumë concealer, në veç po ju aprovova, që kja ka super shade. Sa ti ma marri ku kam make-up e të reja. Simoni tha që është full coverage, nuk bën as crease, as kur gja. Shumë mirë duke. Shifte, më ka marrë këte, o zot me zi kam prit me marrë kjo është si Giorgio Armanit. Perfect, sa komplimentet e kena marrë në Vjenë për i këtë, kur e kena këtë, nuk di me ma shpjegu. Këtë, by the way, më kam mësu Klea, i shoh që Simonit edhe. Sending her virtual hugs, në qësë dhe ishe vidja. Pak sa i bukur është, dhe me thënë ashtë tjesht, nuk di. Nuk kam fjallë. Dhe në thanën që keni vu, edhe i di tjetër. Dhe si highlighter, edhe shifën e vetëm një pik, mjafton për tanë ftyrën, edhe jeni kësha si... Në mora këtë lapsin rose, e kam edhe një tjetër, por takim në stok. Për buzë kjo. Kjo është Rimmel London Lasting Finish Lip Liner Crayon. Unë pas ka pru dhe kapsen, pëse mërë tuti si isha tuta? Mund të mashe, nejse kur isha në stri kam harru kapsen. Shade i parë, kështu si dark brown. I laftrojnë shumë këto lapsat e Rimmel London edhe kjo shade i tjetër që më duket se është pak ma warm. Po. Ja, kjo është cool toned, më duket. Kjo është cool toned. Janë shumë kremaz. Që se i shifni këto, duhet mi marrë se zban. Perfect brown shades. Dhe pëtën, kja që është pak ma warm, kja që është pak ma cool tone, pa as shumë cool. Gjaha fundit është kjo lip plumper prej Maybelline-it. Shade është bubblegum pink, a kuptan? The perfect shade. Qërni pak lip combo në lutem. Qërni pak lip combo në veroro, zotu tërbova. Nuk jem shumë mirë nga mendorja, t'ju them drejten, kam make-up pa fund, vazhdoj marrë disa PR, nuk më funksionon mirë me në akres, nuk e di. Jo, vend që të kam e hiktejlat, by the way. Këto urjazhin, do ju testaj dhe do ju të regaj tamon se si janë, dhe me thanë, edhe qarë erët kanë e tjerë. Thojnë që është shumë e mirë, kjo për ju që nuk e dini, është si tip deodorantit për pufin, për gjaj këtë kërkon ma, por unë kam marru 3 shishe si këm. S'kam akne, nuk e di se sa e përdor shmash nga ana jeme, por kam qef prap me avanshan, sepse çdo herë mi ka pasur shumë mirë ftyrën. Okej, a kam nevojë tash? Normalisht jo. Malli për ta, I love it. Kam qysh vjet pa përdor. Produktet që kam repurchase mas shumë, se më pëlqen shumë me eksperimentu me produktet. Gjaja fundit krejt është ky Night Elixir Overnight Repair i Glissit. Kishte dalë si ai i Kerastasit, unë kam edhe atë të Kerastasit, po kam qef me ba një video krahasuese mes të dyjave. Heavily Damaged Dry Hair, Deep Care, dhe me thonë niveli 3. Jam shumë kurioze. Unë fakt nuk ka se i kam damaged,
Nuk ka se kam shumë nevojë, por në verë ndjej atë krypen që mi hin në palc, edhe për një atë thash pse. Po Simoni se ka kanë Alicante, ka për kështu, nuk e di a i qoni ju një tjetri suvenir, por ne po. Si Leonard thotë Simoni, dhe më thanë me e vu në për shpi, në ta që në koridor, në ta që në banjo, e kështu, i vjen era të mërthet, era, dhe më thanë, ku ndërmon shpia era mirë, se zdi si thot për mirë, jo ku ndërmon për një fjallë tjetër në mirë, të të kërcilinar. Edhe unë i bësi Simonit vërpërisht. Shkurt edhe pa shku vet hargjoj lek. Ka që ishte këj holl, shpresoj që këtë pëqy edhe kaloni se do bajt te më hollin i tash. I bu sej for ju.